Rikthehemi në shije shtëpie. Tham në recetën e parë kishim pul me salcë kikiriku, e cila gjatë gjithë publicitetit ka vazhduar pra të bëhet gatimin të marrë të valën e vet që të gatuhet mishi, tek tava me korrent dhe thuaj se është gati, ë? Është gati, vetëm do t'i hedh susamin për servirje në fund. Salca është mpiksur siç duhet, është e trashur, është shumë kremoze. E pasurojmë me susam dhe do t'i hedhim gjithë këto bishtat e qepëve për të dhënë dhe ngjyrën, po dhe dekorin e duhur, po dhe shijen sidomos, sepse recetave aziatike i rri shumë mirë pjesa e bishtit të qepëve, po. E kjo ishte e gjitha. Kjo ishte e gjitha, Katerina. E përfunduam. Shumë e mirë, shpresoj që ta provojnë, sepse do të ngelen shumë të kënaqur dhe do të pëlqejë shumë. Tani, pa humbur kohë, do të hedhim menjëherë spagetit për të bërë zierjen e duhur. Do të hedhim pak spageti në ujë me krip, në tenxhere me ujë me krip për pak minuta. Në rregull, kemi marrë kështu pra pastat Ola, pikërisht ato do të përdorim për një tjetër ide, për një tjetër recet me pastat Ola fantastike, të cilat vinë në cilësinë premium. Janë pikërisht këto produkte të traditës më të mirë italiane, sipas le të themi mënyrës se si ndërtohen, edhe cilat janë ato detaje që do të veçoja. Së pari është përpunimi me pllaka bronzi, i cili është ndryshe procesi i shtrirjes nëpër pllaka bronzi që jep makaronave teksturën e ashpër, që i ndihmon ato të lidhen mirë me salcën që ne përgatisim. Nga ana tjetër është edhe tharja e ngadalt, një element i nevojshëm për të patur nga ana tjetër pastat premium. Është teknik që ruan strukturën e makaronës, cilësinë ushqyese dhe shijen autentike pa kompromise. Është e vetmja makaron në treg me certifikim halal nga Ola. Besueshmëria është e provuar sepse janë më shumë se 25 vite përvoj nga Ola me produktet siç janë mielli Ola, dhe nga ana tjetër tani vinë në treg me shumë përkushtim, me shumë rigorozitet për të sjellë cilësinë më të mirë me pastat. Dhe janë realisht të gjitha llojeve, e kanë të gjitha këto karakteristikat për mënyrën se si ndërtohen edhe traditën që kanë ndjekur, që është më shumë se 100 vjeçare italiane, dhe ja ku jemi sot me pasta shumë të mira dhe shumë ekonomike për cilësinë premium që mbajnë. Provojeni, shijojeni pastat Ola. Tani është momenti që unë në këtë tiganin tjetër që kam vendosur do të bëj pancetën. Panceta tek carbonara duhet gjithmonë të bëhet skuqja pa vaj, sepse ajo ka vetë yndyrën dhe do të lëshojë yndyrën e vet, dhe duhet të bëhet deri në pikën që të jetë krokante. Pra, në momentin që e konsumojmë, kur t'ja hedhim në fund për servirje, të jetë krokante aq sa duhet. E kam vënë përpara tiganin për nxehje dhe do ta hedh menjëherë. Në një temperaturë mesatare, jo në temperaturë të lartë, sepse digjet pastaj nga jashtë. Duhet dal nga dal që ta lëshoj të gjithë yndyrën e vet. Në rregull. Jap edhe një. Do t'ja heqim kapakun, nuk na duhet sepse duam që gjitha javulli tavulloj të na bëhet krokante, mos të na kalojë në zierje. Dhe çfarë ka carbonara? Pra në një tenxhere kemi vendosur makaronat me ujin me krip për të zier, pra spagetit në rastin ton sot. Në një tigan tjetër kemi vendosur pancetën, e cila është në kubik, por edhe nëse nuk e keni në kubik, mund ta merrni në ato feta të holla që janë, mund t'i prisni vetë dhe mund ta bëni si në fetza të holla. E njëjta gjë do të bëni dhe me atë, do ta vendosim në tigan që të bëhet krokante dhe të skuqet mirë, dhe më pas në një tas do të bëjmë përzierjen e famshme që i bën këto makarona carbonara. Vezët, të cilat janë të pagatuara, më pas kemi djathin, pecorino ose romano, varet se çfarë djathi keni në shtëpi, po e keni dhe të shkruar te receta. Këto të dyja dhe do t'i hedhim piper. Piperi e mira është të jetë i freskët dhe sa më i shishëm. Me një tel dore do t'i përziejmë këto. Djathin, vezët, kemi 2 të plota të vezëve dhe 1 të verdh. Pra 3 vezë, por pa një të bardh. Do t'i hedhim dhe piperin. Do shumë piper si recet. Krip nuk do t'i hedh sepse panceta ka krip, uji makaronave ka krip dhe këtu djathi ka krip. Krip nuk do t'i hedhim salcës. Këto do t'i përzijem mirë e mirë, derisa të arrihet një masë kremoze, por më shumë kremoze do të bëhet pastaj në momentin që do t'i hedhim pak nga uji makaronave, në fund fare.
Pra do na duhen vezet e freskëta o vital. Kjo është një recetë që nuk ka kompromise sa i përket zgjedhjes së produkteve, përveç pastave të mira. Sa herë kemi makarona, do të zgjedhim cilësinë e pastave të jetë më e mira që të na dalë në fund një shije shkëlqyer, dhe pastat ola me miell grurit fort janë ato që ne ju sugjerojmë. Nga ana tjetër, edhe vezet e freskëta, vezet o vital duhen se zbën kështu për ta shijuar një pjatë shumë italiane në fakt. Dhe të shishme. Dhe shumë e mirë. Po. E trezojmë? Po. Atëherë bashkë shohim recetën me shkrim. Çfarë duhet të bëjmë gati? Përbërësit që na duhen për këtë recetë: spaghetti carbonara receta origjinale janë 250 gram spaghetti, 150 gram pancet, 2 vezë të plota, 1 të verdh veze, 60 gram djath pecorino, kemi piper të zi edhe krip për ujin e makaronave, sepse tek salca tham pra është djathi që e ka kripën. Kjo është përmbajtja, kjo është receta, ne e lëm Xhenin në këtë moment të qetë dhe unë dalem pak tek produktet fino. Te produktet fino, të cilat na duhen shumë edhe gjatë javës së ardhshme, duke qenë se temperatura do të ulen ndjeshëm, madje edhe për Tiranën thuhet se do të jenë me minus gjatë natës temperaturat. Po, javën e ardhshme është një dimër i vërtet nata e ndrimit të viteve, me sa duket. Dhe na duhet fino me ato qeskat e mëdha për të mbuluar lulet që kemi në balkon, që ti ruajmë si duhet. Zbritini, unë të paktën kështu bëj, i zbres në dysheme në balkon dhe i hedh nga këto qeskat që përdoren edhe për boj, shpeshherë për të mbuluar rendit e shtëpisë. Po. Dhe në këtë rast ruajmë lulet. Është një mënyrë shumë e mirë për të përdorur produktet fino. Në rregull. Do të presim pak. Gati, unë të lë të qetë, nuk të ngacmoj fare, ndërkohë një tjetër produkt që do të prezantojmë bashkë me Xhenin sot është edhe shtrydhësja Kenwood. Jo se ne nuk e kemi prezantuar më herët, patjetër që është prezantuar dhe unë jam shumë e lumtur në fakt që ne kemi Kenwood në program, se jam e qetë, them drejtën. Jam shumë e qetë. Me të gjitha produktet që ka këtu në këtë program, jam më se e lumtur që i prezantoj. Për aq kohë sa i prezantoj drejt për drejt këtu dhe nuk kam asnjë lloj problemi. Përkundrazi rezultati duket, edhe ju kur t'i merrni do jeni të kënaqur. Është mënyra se si krijojmë besueshmëri mendoj tek njëri tjetri. Kjo është shtrydhësja më e mirë për frutat. Për të bërë lëng frutash menjëherë, përdorni Kenwood. Pse? Së pari funksionon me teknologjinë Apex, që do të thotë merr të gjithë masën e lëngshme dhe e ndan shkëlqyeshëm të lëngshme nga e thata që është ky konteneri këtej. Nëse ka më të fuqishme se kjo, nuk besoj. Këtu ne kemi kaluar edhe panxhar, edhe selino. Do t'i bëjmë prapë sot, Katerina. Çfarë kemi sot? Panxhar pas kemi sot. Panxhar kemi, do bëjmë 2 sot. Do bëjmë karroti pash, po. Do bëjmë karrotë portokall, nuk e kemi bërë ndonjëherë si miksim, është shumë i mirë dhe përdoret shumë. Dhe do të bëjmë pastaj edhe moll, karrot, panxhar dhe pak ginger, e cila gingeri është tani antigripal për gjithë pjesën e griprave dhe virozave që kemi në përkëmbë. Edhe janë fiks lëngjet që ne duhet i konsumojmë shumë rregullisht, shumë shpesh, për t'i marrë vitaminat e tyre. Tani ka nga ata që i përdorin edhe në formën e detokseve pjetë, kështu që kur e ke vetë këtë selinoja pajisje, për shembull me kastravecin, me mollën jeshile, me pak ginger e përdorin shumë. Tani në janar një herë do jemi fuqishëm të fokusuar te këto detokset. Kështu që pse jo të mos e merrni? A ka një ofertë tani? Ka një ofertë, është një ofertë shumë e mirë për shtrydhësen, do që ta përdorim tani apo në fund, Katerina, pas recetës? Kur të mbarojmë, po thjesht jepja njoftim edhe. Atëherë, oferta e kësaj shtrydhëse është 220.000 lekë të vjetra, është 1500 watt, është me 2 shpejtësi 102, dyshi është për të gjithë frutat e forta dhe ka një përdorim masiv në të gjithë lokalet, baret e Tiranës, por jo vetëm, edhe të Bregdetit, dhe gjithashtu është nga ato pajisje që jeton shumë gjatë. Përveç sigurisë që ka kjo pajisje, pastaj ka edhe pjesën tjetër që janë pjesët e këmbimit. Në qoftë se të thyhet diçka, në qoftë se dëmton diçka, ka pjesë për çdo gjë. Duke qenë se ne punojmë me shumicën e lokaleve, 95% është një produkt i sigurt edhe për to, pra edhe për biznese, por patjetër edhe për shtëpi. Ka një prakticitet shumë të madh edhe në larje të pjesëve, duke qenë se inoksi është shumë i mirë, shumë cilësor i Kenwoodit dhe e gjithë kjo do me thëmë bënë që shtrydhësja të jetë nga ato produktet më të shiturat e Kenwoodi, më të mira dhe një zgjidhje ideale. Kur blen shtrydhëse,
duhet ta blesh një herë dhe shumë cilësore. Duke qenë se panxari, molla janë shumë të forta karotat, një shtrydhse tjetër nuk do ta mund ta bënte gjatë këtë punë për shtrydhjen e frutit. Kështu që është një zgjidhje ideale. Ne do ta përdorim pas pak dhe do të shohim se sa i mirë del lëngu me këtë shtrydhse. Unë po ju jap numrin e telefonit nëse doni që ta porosisni këtë produkt, sidomos për bizneset, siç e theksoi dhe Gjeni pak më herët, ato patjetër që duhet kenë këtë. Nëse duan të prodhojnë edhe lëng të mirë, të pastër, po themi, vetëm pjesë të lëngshme pa fije, pa copëzat frutave, që të kënaqin klientin, po edhe të mos kenë kosto të lartë që të vendosin nuk e di se sa shumë fruta për një gotë, duhet ta porosisin 069 944 24 25. Ky është numri i telefonit, porosisni tani. Më marrësh lëngun e makaronave? Unë do të marr pak, një filxhan pak a shumë, po, nga uji i makaronave, sepse do të na duhet shumë për pjesën e kremozitetit të pastave. Do të marr edhe pak që të jem brenda me sasin, mos të kem mungesë. Dhe do ta vendos këtu. Tani ajo që do të bëj, makaronat i kemi gati, sa shpejt që u bë gjithë zierja, ja, janë al dente. Siç duhet jetë një makaron që të tretet edhe më mirë dhe të mos na rëndoj, dhe të ham dhe pak më shumë, duke qenë se do të tretet më mirë. Do ta heqim tenxherën nga fikti Katerina këtë? Ja, në rregull është. Okej. Tani do t'i kullojmë këto makarona dhe më pas do t'i hedhim po në të njëjtën tenxhere, ku pastaj gjithë sekreti është që këtë salcën që bëm me piper, djath edhe vezë, do t'ja hedhim makaronave, tenxhera nuk duhet jetë në zjarr, do t'i përziejmë shumë shpejt dhe pastaj aty do t'i hedhim edhe lëngun e pastave. Në fund fare, pancetën. Dakord. Momenti pra t'i kullojmë, po ju jap dhe një herë tjetër recetën me shkrim se si do t'i realizojmë këto spaghetti carbonara, recetën tradicionale italiane, pra janë 250 gram spaghetti, 150 gram pancet, 2 vezë të plota, 1 të verdh veze, 80 gram djath pecorino, piperi i zi dhe kripa vetëm për ujin e makaronave. Panceta ka marrë pak a shumë atë faqen e vet, po e lëm. Ndërkohë çfarë të bëj? Asgjë. Unë thjesht do ta hedh këtë këtu tani dhe do ta përziej sa më shpejt. Uji i makaronave s'duhet direkt? Jo direkt. Në rregull. Për pak do ma hedhësh ti ujin e makaronave. Tani nxehtësia që ka pasta do ta shkrit djathin dhe do ta bësh shumë kremoz. Ja, kështu. E mira është që veza, jo e mira, po nuk duhet të na pritet. Aty është gjithë nxitimi, sekreti dhe sikleti i kësaj recete. Do të më hedhësh shumë pak ujë. Ja, do të them unë. Tani. Po. Mjafton. Besoj se është në rregull, sepse ka vetë atë kremozitetin, veza e ka bërë shumë të mirë. Pak ujë, sepse kam bërë dhe pak sasi, po të kisha bërë të gjithë pakon e pastave, patjetër që do më duhej pak më shumë ujë. E shikoni vetë, ky është kremoziteti që duhet ketë. Unë do ta servir në një pjatë. Katerina më ndihmo pak vetëm me përzierjen e pancetës, që të bëhet krokante. Sa aromë mirë ka kjo panceta kuqet. Dhe e gjitha është gati. Kjo ishte pjata e sotshme. Të dyja në fakt janë të përfunduara. Dhe pas pak vazhdoj me kuicin e ovital. Po e fiku ndërkohë. Në rregull, e ka marrë atë ngjyrën e duhur. Është gatuar, besoj. Pastaj kushdo e thekron edhe më shumë. Patjetër, ajo është opsionale. Tani këtu do bëjmë një servirje, do mundohemi, siç e bëjnë shefat se. Tani ne gatuaj si për shtëpi. Po. Po kur vin ata shefat këtu që gatuajnë, bëjnë gjërat shumë të mira edhe ata, Katerina, në fakt, edhe mundohem që ti shikoj edhe tu kopjojnë ndonjë gjë nga këto që bëjnë. Nga metodat. Edhe do të shtojmë. Kjo ishte pjata e dytë që solli Gjeni sot. Të dyja recetat i gjeni në rrjetet sociale, do t'i gjeni pa diskutim edhe në YouTube tek kanali zyrtar i televizionit Klan, ashtu siç ju ftojmë gjithmonë që t'i ndiqni recetat tona. Ato shoqërohen edhe nga përshkrimi për ata që duan më thjesht, më lehtë. Në rregull. Momenti tani të shtojmë pancetën. Po, do t'i hedhim dhe pancetën. Në një lugë tjetër që ta kem pak më komode se sa kjo e drurit. Mrekulli, të lumshin duart. Kaq ishte. Faleminderit. Kaluam një sfidë tjetër me recetat tradicionale italiane. Tani të ta afroj unë këtë pajisjen e këndudit? Po, Katerina, mirë do ishte. Edhe unë do të shtrydh lëngun tani. Do të bëjmë lëng për të gjithë stafin. Shumë bukur. Do të bëjmë shumë lëng me këtë shtrydhse, sepse aq shpejt sa e shtrydh kjo, mund të shtrydhni që në ka ndezur. E vura unë në frizë, prandaj edhe. Po.
Mund të shtrydhni shumë sasi në një kohë shumë të shkurtër. Do ta shohim tani bashkë. Urdhëro. Ja dhe Të parën do të bëjmë portokallin dhe karrotën, duke qenë se panxari lë ngjyrë, do ta bëjmë mbrapa panxarin. Të marrim dhe ndonjë gotë. Tani do të fillojmë njëherë, do shtypim dyshin, se nuk e kam. Okej, është nga ana. Do shtypim dyshin dhe do të fillojmë njëherë me shtrydhjen. Ka që ishte lëngu i parë, për shumë pak sekonda. Ka edhe një opcion antirrjedhje këtu tek rubineti që del lëngu, që të mos na pikoj mbi banak. Vetë kjo ena ka një ndarje e cila bën të mundur atë shkumën, pak shkumë që nxjerr nga specia e madhe, ta eliminoj, Katerina. Faleminderit. Unë do marr nga ajo me ginger. Me ginger, po. Po këtë kush e dëshiron të vi vetë dhe ta marrë është një gotë e freskët me lëng portokalli dhe karrotë. Plot me vitaminë C edhe A. Edhe një tjetër. Tani, në të njëjtën gotë, duke qenë se portokalli dhe karrotë ka, do të hedhim pjesën tjetër të frutave, ka të mirë gjithashtu shtrydhja që këtu lart është XXL, pra që futet komplet fruti, siç futëm gjithë portokallën, 2-3 karrota një herësh, do të vendosim mollët tani. Do të vendosim ginger. Një shtrydhim edhe këto 2 të fundit. E ja ku jemi, mbaruam. E kthejmë pak shtrydhsen se kam qef që ta nxjerrim gjitha të lëngun, mos i lëm lëng fare. Kurse unë kam shumë qef kur rri e shoh sa bukur dhe shpejt punon kjo pajisje. Dhe këta që nuk më lën rehat. Më lini ma unë e shoh nga ekrani kënaqem, se nga ana kundërt nga ta shoh. Mbi të gjitha vrojtoj me vëmendje nëse arrini ta shihni ju nga ekrani, nga shtëpitë tuaja. Lëng i pastër, shumë i mirë. Katerina, këtë ti? Faleminderit. Bëft mirë. Me lëngun e jetës dhe me pak portokall bashkë. Edhe unë këtë do pim, lëngun e jetës. Sa e mirë që është. Gingerin pastaj kjo shtrydhse, ka shumë shtrydhse që nuk e bëjnë dot, sepse kemi klientë në dyqan që e blen vetëm për gingerin. Pra, normalisht që në një kanë të madhe të këtij lëngu që e ka vetë shtrydhja, aq sa hodha unë mund të hedhësh, se ajo pastaj bën shumë pikante, do të thënë shumë djegse lëngun, kështu që me kujdes me sasinë e gingerit se mund ta bëni edhe pse shtrydhja e bën dhe e shtrydh shumë mirë. Gati e keni. Kështu që i përfunduam sot recetën e parë, recetën e dytë, edhe lëngun e shtrydhur me ofertat e Kenwoodit, të cilat vazhdojnë deri në datën 31 dhjetor. Të interesantes gjithashtu, tavën me korrent apo shtrydhsen. Këtë doni ju, bëjni tuajat, janë në çmim oferte dhe janë dhurata shumë të mira këdo që të zgjidhni. Kjo pastaj është dhuratë e madhe. Kjo është e madhe. Mirë është. Mam dhuratë prej vërteti. 069 944 24 25. Telefononi ose shkruani në faqen e Instagram, vizitoni dyqanin në rrugën e Kavajës, keni plot mënyra pra për tu lidhur me Kenwood edhe për të bërë porosit tuaja. Keni produkte atje fantastike. Nëse ka logon Kenwood, jeni të sigurt që keni bërë një blerje jetë gjatë. Tani, unë do të vendosem pak tek Ovital bashkë me lëngun tim të freskët dhe të shpallim kuicin. Jemi gati të luajmë së bashku, të dhurojmë të gjitha këto vezët Ovital që janë këtu. Me siguri edhe tani për festat e fund vitit, do keni menduar receta të ndryshme, do t'ju duan vezët, pak po e sigurt. Këto do t'i marrë një prej jush, pastaj pjesa tjetër sigurisht në çdo market merr vezët Ovital të freskëta të bardha të kuqe në paketimet 15-çe, 10-çe ose 8-çe. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, me kë flas? Manushaqja nga Tirana. Manushaqja, mirë se erdhe. Ne do të luajmë së bashku me një recetë javës së kaluar. Unë do të thoja thjesht kaq që është një ëmbëlsirë
e veçantë në lloj, në mënyrën se si serviret, për të cilën e na u deshën 2 vezë. Është një recetë që mund të shoqërohet ose me mjalt ose me çokoladë, me shumë fruta, të thata ose të freskëta, ose të dyja. Waffle në tost. Waffle, ishte pikërisht kjo receta. Waffle që u përgatit në tost, madje ka përgatitur Gjeni. Gjeni. Të falenderoj shumë, të lutem gjatë kësaj jave, me mira do t'ishte nëse është e mundur sot nesër të jesh këtu që t'i marrësh vezët e freskëta. Mirë? Okej, në rregull, faleminderit. Përshëndesim në studio tona gjithmonë, këtu, në shije shtëpie. Kjo ishte edhe dhurata për sot. Lëngjet e freskëta po ju presin, po im jam mbeti pa pirë, duhet ta pi. Nuk dua ta lë. Unë po është shumë e mirë ka dalë, gëzuar Katerina. Realisht ka dalë shumë e mirë nga gingeri. Shumë, i ka dhënë pak, aq sa duhet. Shumë pak. Aq sa duhet pjesën. Nështë ka luajtur rol edhe pak portokalli edhe karrota që ëmbëlson, molla që e rregullon shkëlqyeshëm. Në rregull. Do më duhet kaloj andej në fakt, se pi do të lëngun të gjithë. Merë me vete, Katerina. Tamam, ta marrë me vete, po do më kërkojnë edhe të tjere ta. Hajde. Duhet visht marrësh gotat, po, është e vërtet. Ju thash hajde merin, se ndryshe do ish përndaj të ftuarit, po ju s'dëgjoni. Gjenit, falenderoj shumë. Falenderit. Si jemi të premten bashkë. Do takohemi përsëri. Me receta festive të premten. Shumë të mira që bëhen patjetër për darkën dhe ditën e parë të janarit. Perfekt. Kjo do t'jetë pothuajse e gjithë pjesa tjetër e mbetur. Jemi duke u afruar datës 31 mbaroi, iku dhe 2025. Uroj të ketë qenë ashtu si duhet. Takohemi prapë. Faleminderit, mirëpafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit.